Përshëndetje të dashur miq. Jam shumë e lumtur të ndaj me ju energjitë e muajit korrik. Ti energjitë e muajit që do të vi 2-3 ditë deri në një javë përpara. Dhe nëse edhe ju jeni individ të ndjeshëm ndaj energjive të ndryshme, edhe ju mund ta ndjeni. Mjafton që ta vini re një javë përpara, 2-3 ditë përpara disa energji, disa gjëra që po ndodhin në realitetin tuaj. Ju do të kuptoni se si muaji do të vijojë. Personalisht e kam deri në një javë përpara që mund ta ndjej dhe asnjëherë më parë nuk kisha ulur që të shkruaja se si do të ishte muaji, sepse më pëlqen që e ndjeva, por më pëlqen ta lejoj muajin të vijë dhe le të ndodhë siç është për të ndodhur. Por këtë radhë nuk e di pse para gjumit mbrëm, gjatë meditimit, pata një dëshirë dhe një thirrje që ti shkruaj të gjitha këto ndjesi dhe çfarë dëgjoj dhe çfarë shikoj, me qëllim që ti ndaj me ju. Dhe jam vërtet shumë e lumtur që e bëra, sepse më entuziasmoi vërtet shumë si një fëmijë. Gjithashtu kuptova që muaji korrik që ka jashtëzakonisht shumë i bukur, kështu që le ta shikojmë së bashku se si do të jetë. Gjën e parë që ndjeva sapo ula në këtë moment meditimi ishte për të gjithë ata që kanë filluar të mbjellin fara apo kam parë rezultatet e çeljes së farave të tyre në muajin mars, që është dhe pranverë, por specifikisht në muajin mars, ose ndoshta edhe në muajt e tjerë, gjithsesi unë pata një ndjesi që muaji mars është shumë specifik dhe i rëndësishëm. Do të shikoni tani më këto fruta që ndoshta kanë bie apo thjesht nuk kanë bie ende në këtë muaj dhe ju nuk po shihni rezultate, tani më do të shikoni këto fruta që janë të pjekura. Dhe ajo që unë pash ishte pjeshk dhe mollë të kuqe, pra frutat të cilat kanë të ngjyrën e kuqe, por që tregojnë që janë të pjekura dhe gati për të marrë, gati për të vjerë, gati për të shijuar për jush. Dhe në këtë kuptim metaforik do thotë që, sepse di që ndoshta nuk është sezoni mollë vende, është një kuptim që ju jeni gati ndoshta për të marrë këto shpërblime të punës suaj që keni bërë në pranverë. Pra, mund të jenë njohuri, sepse mollat kanë simbolizimin e njohurive. Mund të jenë thjesht frutë të punës suaj dhe ju të merrni këto shpërblime për punën e palodhur që keni bërë. Pra, mund ta përputhni në situatën tuaj. Gjithsesi, ju do të filloni të merrni këto frutat e para, të shijoni punën tuaj në muajin korrik dhe nuk është fundi, nuk është se i morë të gjitha frutat dhe tani më nuk do të keni më në vazhdimsi. Vjeshta është shumë premtuese. Gjithsesi, ju do të merrni ato shenjat e para të shpërblimit. Kështu që është shumë bukur apo jo, të entuziazmoheni për diçka që keni bërë dhe të shikoni pakës rezultate. Nga ana tjetër ju do të ndjeni shumë produktiv, nëse gjatë muajve të kaluar ju nuk keni qenë aq produktiv, por keni qenë më tepër duke u dembelosur paksa dhe duke i anashkaluar disa punë. Që nga njëra anë unë mendoj që është mënyra e universit për të thënë që ndoshta nuk është koha e dur për ta bërë këtë gjë, apo thjesht merre pakës më shtruar, sepse koha e dur po vjen tani më dhe ty të duhen energjitë që në momentin e dur të dish kur të veprosh dhe të kesh energji që të japësh maksimumin tënd. Sepse nëse ti vazhdon dhe jep energji në momente kur nuk duhet, kur të vi momenti i dur, nuk do të kesh më çfarë të japësh. Kështu që çdo gjë ndodh për një arsye, mos mendoni që është negative, pse jam dembel, pse jam dembelosur kështu. Është një shenjë. Nëse ndodh kjo, unë nuk po them për gjitha rastet dhe të bini rehat që është një shenjë. Po them për atëherë kur ju vërtet e ndjeni që doni të bëni diçka, po sikur nuk po ju ecën, ndoshta s'është momenti i dur. Prisni për dritën jeshile brenda jush, që ta ndjeni që vërtet tani më unë do t'jap maksimumin tim. Okej, ajo që tjetër ishte shumë e rëndësishme dhe shumë e bukur. Ajo që unë pash është një familje e mbledhur së bashku. Familje shumë e madhe në natyrë. Qëndrimi në natyrë një është shumë i rëndësishëm në muajin korrik dhe sidomos edhe moti e supporton, jo në pikun e vapës, por në momentet kur ju është të arsyeshme në orët e para të mëngjesit, pas dite apo në darkë, dhe të mblidheni me familjen tuaj, me familjarët tuaj. Dhe ndoshta do të keni një thirrje për të mbledhur edhe me individ që nga familja juaj që i keni larg, dhe ndoshta keni kohë pa folur dhe thjesht ju vjen një ndjesi që ti telefononi apo ata ju telefonojnë ju. Dhe ndoshta dikush që keni kohë pa e takuar mund të vi për vizitë në shtëpinë tuaj apo ju të mendoni të shkoni të vizitoni dikë.
Dhe për të gjithë ata që jetojnë larg familjes së tyre, do të keni një dëshirë që të shkoni dhe të jetoni në shtëpinë tuaj, ndoshta të pushoni në shtëpinë tuaj për 1 apo 2 javë. Dhe është një gjë shumë e bukur apo jo, të mblidheni së bashku me familjen tuaj dhe të shihoni këto momente të magjishme që vetëm familja mund të t'i ofrojë. Okej, ajo që unë kam gjerë tjetër për të gjitha energjitë femërore, ky është mesazh për energjinë femërore, sepse në fakt pavarësisht gjenisje ne mund të kemi energji femërore dhe maskullore dhe duhet i kemi në balancë të dyja, më saktë, pra jo të kemi vetëm njërën dhe tjetrën mos ta kemi fare apo ta kemi të pashëndetshme. Duhet të dyja të shëndetshme dhe në balancë. Gjithsesi, ndoshta për këtë mund të bëj një video tjetër sepse është një temë komplet e gjatë dhe më vete. Por ky është një mesazh për energjinë femërore. Të ndjeheni më shumë në energjinë tuaj femërore, do të ndjeheni konfidente, do të ndjeheni vërtet e ushqyer nga të gjitha drejtimet i e ushqyer. Pra, edhe gjinja maskullore dhe gjinja femërore do të ndjehen të ushqyer nga muaji korik, nga të gjitha drejtimet. Kjo lidhet dhe me çfarë vizionin e parë që ju do të merrni këto fruta dhe do të ushqeheni me to, do të merrni vitamina e të tjerë, ndoshta edhe dielli do t'ju jap energjinë e nevojshme që juve ju duhet. Pra, të gjitha resurset e feqarkjush do t'jenë në suportin tuaj për të ushqyer në lidhje me energjitë që juve ju mungojnë. Kështu që duhet jeni të hapur dhe thjesht të relaksoheni sepse energjia femërore është e gjitha rreth relaksimit. Gjithçka vjen tek ajo. Ajo nuk ndjek, por ajo ulet dhe pret dhe jo vetëm pret, më saktë, por e di që gjithçka që i nevojitet do të vijë tek ajo sepse ajo tërheq me energji. Dhe këtë ndoshta jeni të thëritur të bëni dhe ju, nëse jeni duke u përpjekur të ndiqni diçka, të ndiqni golat tuaj. Muaji korik është më tepër muaj femëror, pra edhe meshkujt mjafton të relaksoheni. Kjo lidhet dhe me atë që ne tham pak më përpara me develizmin. Ju do të jeni produktiv, por në momentin e duhur. Dhe energjia femërore e di se kur duhet të veprojë, dhe e di se kur duhet të ulet mbrapa, të relaksohet, të pushojë, të therasë energjinë e vet mbrapsht dhe të ketë të gjithë energjinë e vet në maksimum, që në momentin që i duhet të veprojë, që në momentin që i duhet të flasë, ajo të ketë aq energji sa për të mbaruar këtë punë, për të qenë produktive, por edhe për të ngelur për vete dhe mos të ngelet si bateri e kuqe në fund. Mesazhet po ndërlidhen shumë njëra tjetrën, gjë që unë brëm nuk e kuptova në fakt, thjesht po i shkruaja çfarë po ndjeja dhe po dëgjoja dhe po shikoja dhe tani më ndoshta po ndërlidhen të gjitha së bashku. Ky është muaji i ideve brillante. Është muaji i ideve prej ari, do thoja. Ideve vërtet të arta, të shenjta, dhe idetë më të bukura vijnë në momentin që ne jemi të relaksuar apo jo, dhe shikoni që përse rilidhet me energjinë femërore, të rriti të relaksuar. Dhe nëse ju, për shembull, dëshironi që të gjeni zgjidhjen e një problemi, të gjeni ide për të zhvilluar, dhe jeni gjatë gjithë kohës duke gjetur, gjatë gjithë kohës duke menduar, duke kërkuar, nuk do t'ju gjej ideja më brillante në këtë lloj gjendje. Pra duhet të futeni paksa në këtë gjendje në energjisë femërore, pavarësisht gjinisë, me qëllim që të relaksoheni, të lejoni të shkojë gjithçka, çdo mendim, të gjitha këto mendime dhe re në mendjen tuaj, dhe ta dini që ideja e duhur do të vijë në kohën dhe në momentin e duhur, dhe ju tani më keni dhe energjinë që ta sillni këtë ide në jetë. Sa bukur që u ndërlidh e gjitha. Nga ana tjetër, duhet të fokusoni pakës më shumë në meditim, në relaks, në qëndrim në natyrë dhe thjesht të dëgjoni këtë zërin tuaj të brendshëm, intuitën tuaj. Pra është momenti që të shkoni brenda. Dhe duke shkuar brenda jush, të kuptoni më shumë veten tuaj dhe të lidheni më shumë me veten tuaj të vërtet. Sepse dhe vetë numri, tani që po e mendoj, i muajit korik është 7, i cili i përmbledh të gjitha këto sa ne tham. Pra të shkoni në brendësi të vetes tuaj, të zbuloni veten tuaj më shumë, sepse sado që ju të mendoni që e njihni veten, asnjëherë nuk e njihni veten plotësisht. Ka gjithmonë diçka për të zbuluar, ka gjithmonë një dhomë të re në brendësinë tuaj për të zbuluar, emocione të reja, talente të reja, ide të reja se si ju mund të shprehni veten tuaj. Ka
gjithmonë një personalitet të ri brenda jush që dëshiron të dalë. Sepse ne jemi qenie që jemi në vazhdimsi, në ndryshueshmëri, në evoluim, kështu që asnjëherë nuk jemi njësoj dhe gjithmonë ne ndryshojmë. Kështu që e mira është të ndryshojmë për mirë, por duke qenë të lidhur me intuitën tuaj, kjo është e sigurt. Dhe kjo më lidh dhe me atë se çfarë tjetër unë ndjeva që ju duhet të ndiqni këto pasione që ndoshta i keni lënë më njanë për disa kohë. Ndoshta keni patur dëshirë që të filloni një vegël muzikore, ndoshta keni patur dëshirë që të filloni një talent, një hobi që keni patur dikur, ndoshta diçka që keni bërë në fëmijëri dhe keni harruar. Dhe së fundmi ju ka ardhur ndërmend, por ju mendoni se ndoshta më vonë ose ndoshta është shumë vonë për këtë. Koriku është muaji i duhur që ju të filloni dhe të ndiqni këto pasione. Dhe kjo ndërlidhet shumë bukur dhe me energjinë femërore që ne tham, sepse energjia femërore është e gjitha rreth kreativitetit. Çfarë ju bën ju të ndjeni kreativ? Çfarë ju ndez shpirtin tuaj si një dritë dhe një llampë që ndoshta edhe idetë të mund të vinë lehtësisht? Kjo u ndërlidh shumë bukur, tani po habitem edhe vetë. Kështu që çfarë dëshironi ju që t'ju ndez për brenda dhe që është kreative? Dhe mos mendoni që ndoshta meshkujt nuk janë kreativ. Meshkujt janë kreativ, sepse kemi të dyja energjitë së bashku. Dhe si femrat, edhe meshkujt kanë kreativitet për natyre. Mjafton që ta dëgjoni dhe ta lejoni të dalë. Ndoshta dëshironi të gatuani dhe të mblidheni së bashku dhe të mblidhni familjen dhe fisin tuaj dhe njerëz që keni kohë pa i takuar dhe të gatuani gjëra të shijshme për ta, apo të uleni të bëni lojra të bukura. Janë nga më të shumtat mënyrat dhe ky është muaj ndoshta dhe që të lidheni me fëmijën tuaj të brendshëm, i cili ka kaq kohë që ndoshta po ju thërret, ka kaq kohë që dëshiron vëmendjen tuaj, por ju keni qenë të zënë me punë, keni qenë të zënë me plane të tjera, dhe ky është momenti i duhur që të uleni, të relaksoni dhe t'i kushtoni pakës vëmendje fëmijës tuaj të brendshëm. Dhe ndoshta edhe fëmijëve tuaj, nëse keni fëmijë. Ajo që tjetër unë kam ndjerë për ju është, dhe kam dëgjuar më saktë, ishte që për të gjithë ata që vuajnë nga një sëmundje specifike, në muajin korik, nëse ju keni patur në plan që të lini një vizitë shëndetësore, është muaji i duhur, sidomos pas datës 10. Nëse ju keni patur në plan që të vizitoni një mjek, ndoshta thjesht kohë mund të shkoni sepse duhet të dalë diçka aty që t'ju ndihmoj. Nga ana tjetër, për gjithë ata që kanë patur shqetësime, simptoma nga më të ndryshme, do të gjeni shërim për këto dhimbje dhe simptoma të ndryshme. Dhe për gjithë ata që kanë patur simptoma nga hiçi dhe ndoshta edhe simptoma që lidhen me rrugtimin tuaj shpirtëror, ashtu siç erdhën, ashtu do të largohen në muajin korik. Kështu që është një muaj shumë i mirë që suporton shërimin nga gjitha drejtimet, ushqyerjen me elemente të ushqyeshme që përsëri lidhet me vizionin e parë. Kështu që thjesht lejoni që kjo të ndodhë. Thjesht relaksohuni, bëuni kjo mbretëresha e bukur me energji femërore për të lejuar gjithçka që të vi drejt saj. Qoftë edhe këto është energji shëruese. Dhe kjo lidhet edhe me faktin që duhet shpenzoni kohë në natyrë, sepse natyra është shëruesja më e mirë e jona. Ndoshta më mirë se mjekët, do thoja, por është vërtet e fuqishme, kështu që përderisa muaji korik po ju thërret që të shndroni në natyrë, do të thotë që në natyrë ka energji për të na ofruar. Diçka tjetër që unë doja të përmendja është, duhet të fokusoheni tek mirënjohja. Kisha një ndjesi shumë të madhe dje, sado që unë vazhdimisht mbaj shënime në lidhje me gjërat për cilat janë mirënjohëse, gjë të cilën e kam ndarë dhe me ju, sepse është vërtet shumë e fuqishme nëse ju dëshironi të rrisni vibracionin tuaj, të jeni të lumtur, çfarëdo që ndodh rreth jush, mund të jeni në një moment jo dash të këndshëm, ku emocionet tuaja dalin sipërfaqe. Shkruajini të gjitha ato dhe largojini nga vetja. Dhe në njërin flet. Dhe në fletën tjetër, në faqen tjetër, pra, po ja, më shumë. Në njërin flet do të shkruani gjithë gjërat për cilat ju keni këto emocione që dalin në sipërfaqe. Dhe nga fleta tjetër, ju do të shkruani të gjitha gjërat që për të cilat jeni mirënjohës apo mirënjohëse. Dhe të mendoni që këto emocione u larguan, ndoshta këtë flet edhe ta grisni, që të mos jetë në bllokun tuaj dhe ta vizualizoni që ato po largohen.
Dhe fletën tjetër ta lexoni sa herë të ndjeni në këtë lloj vorbulle emocionale, sepse do të ndihmoj vërtet shumë. Pra, nëse e ndjeni dhe ju si thirrje, është e mira që të jeni mirënjohës për gjërat që keni, sidomos në mëngjes, apo kur para se të flini, apo kurdo që ju të dëshironi, nuk ka problem. Kurdo që ju ta ndjeni është më e fuqishmja. Në momentin që ju e ndjeni, jo ta bëni të sforcuar, sepse unë ju thash në mëngjes dhe ju ta bëni në mëngjes. Kur e ndjeni ju, dhe nëse nuk e ndjeni, mos e bëni, s'ka problem. Por keni ndërmend, sepse në një moment apo në një tjetër do t'ju kujtohet dhe do të thoni, ndoshta duhet ta provoj një herë. Përgjithsisht, ajo që unë shoh kur mendoj për muajin korik, shoh ngjyrën roz. Ngjyra roz lidhet shumë me dashurinë pa kushte. Ju mund të gjeni dashurinë tuaj në korik. Ju mund të forconi lidhjen tuaj me partnerin në muajin korik. Ju gjithashtu mund të keni një fëmijë në muajin korik dhe ndoshta vajzë. Jam shumë e lumtur nëse po, mund të shkruani dhe do të ishim shumë të lumtur të gjithë ne si komunitet, por unë gjithashtu, tani që po e mendoj, urime për gjithë ata që do të bëjmë prindër të një vajze. Gjithashtu, ngjyra roz lidhet me fëmijën, pra me të qëndurit në një ndjesi loje. Apo sigur kemi qenë fëmijë, ti marrë gjërat me sportivitet, ti marrë gjërat me pozitivizëm dhe me optimizëm. Dhe të shikoni me ato syzet roz, nuk e di e keni parë, në kuptim metaforik që do të thotë që ti shikoni gjërat me një sy më optimist. Dhe do të shikoni që vërtet ato do të kthehen në më optimiste, do të keni edhe më shumë gjëra të tjera të bukura optimiste për të parë, përreth në momentin që jeni në këtë lloj energjie. Gjithashtu lidhet edhe me kreativitetin, por personalisht e lidh shumë ngjyrën roz me të krijuarit nga zemra. Pra të krijoni atë çfarë ju vërtet ndjeni në zemrën tuaj. Gjithashtu, është një muaj shumë harrova ta përmend këtë. Është një muaj shumë i mirë për të balancuar këtë energji, sepse ne përmendëm pak më parë që ne të dyja i kemi këto, pavarësisht gjinisë, ne kemi të dyja energji, femërore dhe maskullore, dhe ky është një muaj shumë i mirë që në rast se ju për shembull keni qenë më tepër tek energjia maskullore, të fokusoheni tek energjia femërore që të dyja të shkojnë në balancë. Pra ju suporton vërtet shumë ky muaj me energjinë femërore. Dhe jo më kot, sepse kur të dyja bëhen bashkë tek një individ, ai është i aftë që këto ide që ne i përmendëm, ide brillante, t'i sjell në jetë. Duke qenë se vepron edhe energjia maskullore dhe energjia femërore e këtij individi, dhe është shumë më lehtë që këto ide të vinë në jetë të shëndetshme. Dhe është shumë bukur apo jo, dhe do të vinë kaq lehtësisht dhe do të rriten shumë shpejt. Kjo është ajo që unë po ndjej. Gjërat do të fillojnë të lëvizin shumë shpejt. Pra në momentin që kjo ndodh, një takim ndodh, një ide vjen, gjërat më pas do të marrin një përshpejtim shumë të madh. 10 fish ndoshta. Pra nëse kanë qenë duke ecur shumë gradualisht deri në momentin që u merrni idenë, deri në momentin që ju veproni, më pas do të fillojnë të ecin shumë shpejt. Apo deri në momentin që ju takoni një individ, gjërat do të ecin shumë shpejt më pas. Kështu që i gjithë durimi juaj deri më tani do të shpërblehet dhe kjo ishte energjia, shumë energji e freskët, shumë energji e pastër, e bukur, e re, për gjëra të reja dhe të bukura dhe të ëmbla. Kjo ishte deri më tani çfarë u ndjeva dhe besoj se këto ishin gjëra më të rëndësishme që duhet të ndaja me ju. Dhe madje kam shkruar edhe me ngjyrë pink. Shumë faleminderit që e dëgjuat deri më tani. Jam shumë e lumtur që ndava të gjitha këto me ju. Shpresoj që dikujt t'i vlejnë dhe do të isha shumë e lumtur që të më tregoni për gjithë ata që janë të ndjeshëm, a i keni ndjerë këto energji dhe ndoshta në fund të muajit ta bëni save të video dhe do të isha e lumtur të ndjesha me eksperiencat tuaja, me çfarë ndodhi vërtet dhe sa rezonojnë këto mesazhe me ju. Do të isha e lumtur të njiesha me të gjitha këto dhe faleminderit që ishit deri më tani, që më dëgjuat deri më tani në këtë video. Mirëpafshim, shihemi në videon tjetër.